Të gjitha partitë e reja, të cilat thonë Basha, Rama, Berisha, Meta janë bashk. Edhe ti mendon bashk, ku shikon që kanë pika të përbashkëta? Unë nuk shikoj që kanë pika të përbashkëta të paktën në këto zgjedhje. Noti 97, erdhi 92, pe në njëti nga këto analizë që boj sistemit komunist në çdo me financat edhe me krimet e bëra jo. Erdhi 97, ndodhi 97, erdhi klasa politike po e njëta, peti gjithat katastrofë që i shkaktuan popullit shqiptar, se elita që shkaktuan. Nuk është tjetër gjë dhe mosdashja është tjetër gjë mendoj. Pse janë kaq taft? O Arber, pse janë kaq taft këto që të lejojnë që paret e offshore-eve që mendohet që janë shumica e offshore-eve dhe paret që vinë janë po të këtyre, po që vinë involvohen shoqërinë shqiptare, pse që kanë kaq të paaftë të arrijnë të ndërtojnë një sistem ekonomik kaq të kapur, të një sistem kaq të kontrolluar, që kanë të zot dhe që kanë të paaftë për të ndëshkuar krimet që kanë qenë ashiqari, ose po të referohemi që kanë të paaftë të kuptojnë se shkelja e votës është një krim i rënd kushtetues dhe këta mbijetojnë pikërisht nëpërmjet sistemit shkeljes votës, qoftë Edi Rama, qoftë Sali Berisha, po qoftë Ilir Meta dhe Lulzim Basha që thoshte 5.000 veta, 1.900 karrike, këto janë degradimi, se ti po shkele rregullat themelore të kësaj shoqërie, ti ke bërë gjithë rregullat tjerë. Dhe kjo është betejë që kemi sot ne. Dhe këto njerëz që kanë kaq taft të ndërtojnë një zinxhir pandëshkueshmërie, të paktën që nga viti 44 deri sot, këto që kanë të paaftë ta ndëshkojnë. Po pse që kanë kaq taft ta ndërtojnë pikërisht këtë zinxhir kaq gjatë? Këto vinë akuzojnë edhe Sali Berisha në 2005. Erdhi dhe foli për duart e pastra dhe ndëshkimin për gjithë atyre që kanë fut duart. Unë me vërtet di që gjithë e dinë që është sistemi i drejtësisë ai që vendos sfundmi për dënimet e korrupsionit. Po që ti denoncosh dhe paraqesesh fakte, është edhe detyre e çdo politikani që e merr këtë barë mbi kurriz. Dhe nda 2005 në vazhdim, pa aty që të përballen politikante para 2005-ës me sistemin e drejtësisë me akuzat që një kupor qeverisë ka gjithë argumentat dhe faktet për ta denoncuar, jo. Po mas fitores e Edi Ramës, që ishte një fitore me një koalicion, me kë ishte në koalicion, me Ilir Metën që ishte zemra korrupsionit të sistemit të kaluar. Pa aty në herë që Edi Rama të kishte iniciativa serioze për ta kputur këtë zinxhir pandëshkueshmërie edhe jo. Dhe pse e mbajnë këto zinxhirin? Sepse ky është një pakt që unë do vi dhe do bëj se të sulmoj ty, po nuk do të ndëshkoj, ti do vish do bësh se më sulmon, po nuk do më ndëshkosh. Si ti më shumë bashkë ti këta? Po që të bëjnë ligjin të dy bashkë, që këto të mbjetojnë në politikë dhe të zhdukin gjithë mundësitë e lindjes partive të reja dhe forcimit partive të reja në një mjedis kaq të ndotur lindjen e filizave të ri politik. Këta e vrasin që në Zanafill. Si ishe bashkë më shumë këta? Kjo që këta janë bashkë bën mu. Po që këta akuzohen për lidhje me gjithë oligarkinë dhe ndërtimin e një sistemi mafioz oligarki ku pastrohen para. Dhe këta e ke nga institucionet më të rëndësishme ndërkombëtare, ke edhe nga Departamenti i Shtetit. E diti ku ka përfunduar lufta e konfiskimit të parave të vjedhura nga këto në 50 milion euro. Pra, si të them unë ty pse e le bakshish 100 lek kamarierit për kafe në mëngjes. Ja, kjo është situata. Pra, pse nuk ndëshkohet gjithë ky sistem pandëshkueshmërie? Nuk ndëshkohet sepse këta janë bashkë. Se po mos t'ishin bashkë, do t'ishin secilin skalionet e tyre të luftës, as nuk do krijohej zinxhiri, po edhe nuk do mund të mbjetonin njerëzit e korruptuar për periudha kaq afatgjate. Pra këta edhe me ligje, edhe me vepra, edhe përfundimisht, këta në sistem po t'ju futesh këtyre, kemi diskutuar me 10 herë, të futesh dhe t'i bësh një analizë sistemit bankar, përgjegjësitë cilën e ka nga guvernatori e Banka Kombëtare e Shqipërisë. Kështu do dalë ujtë e zi këti vendi, ke parë në herë të këtë lëvizje, sa edhe s'pak Dumani e pranoj vetë, që e kemi shumë të vështirë të futemi të krimi i kollareve, sepse është i sofistikuar dhe i rrezikshëm. Kjo është, ta që ti thua janë bashkë, si janë bashkë ta?